Kryeministri Rama ka zgjedhur të sulmojë një vendim gjyqësor vetëm sepse prek zbatuesen e urdhrave të tij. Vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku nuk është një akt politik, por një masë ligjore e mbështetur në nenin 242 të Kodit të Procedurës Penale që bën fjalë për pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik. Ky nen përcakton se me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandeurit, plotësisht ose pjesërisht, veprimtarinë që lidhet me to. Kjo masë nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Qartësisht, gjykata e ka zbatuar ligjin në mënyrë korrekte, pasi rezulton të mos e ketë pezulluar zonjën Balluku në cilësinë e personit të zgjedhur si deputete, por e ka ndaluar të ushtrojë funksionet e saj në cilësinë e ministres dhe zëvendës kryeministres të emëruar. Theksojmë se zonja Balluku ka marrë statusin e personit të pandehur dhe si e tillë nga ana e organit të akuzës rezulton të ketë dyshime të arsyeshme se ajo ka shkelur ligjin. Gjykata në këto kushte ka parë të arsyeshme ta pezullojë nga ushtrimi i detyrës, pasi ajo si subjekt i pandehur mund të cënojë provat për hetime të tjera që janë në proces. Është me rëndësi të theksojmë se gjykata nuk e ka shkarkuar zonjën Balluku, tagër që e ka vetëm organi që e ka emëruar. Gjykata e ka pezulluar si një masë ndaluese të parashikuar nga Kodi i Procedurës Penale në kategorinë e masave të sigurimit personal. Kryeministri i vendit duket se me veprimet e tij ka marrë në mbrojtje zëvendës kryeministran, duke u bërë pengesë në bërjen e drejtësisë. Kjo e bën atë përgjegjës të drejtpërdrejtë në lidhje me çështjet që po hetohet zonja Balluku. Përshëndesim punën e organeve të drejtësisë dhe inkurajojmë të vazhdojnë të palëkundur në luftën kundër pandëshkueshmërisë. Kjo qeveri, e cila siç po rezulton çdo ditë, ka shpërdoruar qindra milion euro përmes abuzimit me pushtetin, me të cilat në zgjedhje ka deformuar vullnetin popullor, nuk ka më legjitimitet për të drejtuar vendin. Ndaj nevojitet krijimi i një qeverie tranzitore për të përgatitur vendin për herë të parë në 34 vite tranzicion për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shqipëria duhet të ketë një qeveri që buron nga vullneti i lirë dhe demokratik i popullit, e kjo nuk mund të bëhet në asnjë palë zgjedhje ku kryeministër është Edi Rama.